Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harrojeni farmacit, sytë e kuthulla e mollës dhe do kuroni këto 19 sëmundje, nga diarea dhe kolitja, humbja e peshës dhe parandalimi i tensionit të lartë. Uthulla e mollës konsiderohet mrekulli për shërimin e shumë sëmundjeve. Ajo ka përfitime të mëdha shëndetësore, por ka rëndësi të madhe edhe në dukjen tuaj. Ja disa nga problemet që mund t'i kaloni duke përdorur uthull molle. Rënja e flokëve. Nëse keni probleme me rënjen e flokëve, uthulla e mollës mund t'ju ndihmojë. Është shumë ushqyese dhe rregullon pH-in e lëkurës së kokës. Gjithashtu forcon flokët dhe largon qelizat e vdekura që mund të parandalojnë në rritjen e flokëve. Astma. Nëse keni probleme me frymëmarrjen, është e rëndësishme që ju të përdorni medikamente që ju përcakton mjeku, por për të trajtuar një problem të tillë, mund edhe të përdorni uthullën e mollës. Kolla. Kolla e thatë njëkohësisht është shumë irrituese. Nëse jeni duke kërkuar për një trajtim natyral, uthulla e mollës është zgjidhja e duhur. Diare. Uthulla e mollës konsiderohet një ilaç i shkëlqyeshëm për diare. Ajo vepron si një antiseptik dhe vret bakterie të cilat shkaktojnë diare. Ajo gjithashtu rekomandohet me një lugë të madhe uthull që të përzihet me 25 ml ujë dhe ajo të pihet 3 herë në ditë. Pagjumësia. Nëse nuk mund të flini, pini një lugë uthull molle të përzier me 250 ml ujë. Më pas ju do të shikoni ndryshimet. Marramendja. Atëherë, përvoja ka treguar se uthulla e mollës mund të ndihmojë për të trajtuar marramendjen. Besohet se uthulla e mollës ndikon gjithashtu në presionin e gjakut dhe ul nivelin e sheqerit në gjak. Infeksionet e veshit. Përzini pak uthull, alkool dhe ujë dhe me një copë pambuku vendoseni atë në vesh. Lëreni gjithashtu që të qëndrojë për plot 5 minuta. Gjithashtu mundet të trajtoni edhe sytë e lodhur. Nëse keni probleme me sytë, konsumoni 3 herë në ditë një përzierje me 2 lugë uthull, 2 lugë mjaltë dhe 250 ml ujë. Dhimbje koke. Uthulla e mollës për shkak të përbërësve që ka, largon në dhimbjen e kokës dhe lehtëson migrenën. Provoni dhe shikoni se sa shpejt ajo funksionon. Gjithashtu, artriti. Uthulla e mollës në kombinim me mjaltin mundet gjithashtu që të përdoret si një medikament natyral për të trajtuar artritin. Mundet të aplikohet direkt në nyje ose edhe të pihet 3 herë në ditë. Lodhja. Në qoftë se ju keni probleme me lodhjen kronike, kjo do të thotë se trupi juaj është duke kërkuar vëmendje. Përzini një filxhan mjalt me 3 lugë uthull molle dhe konsumoni këtë përzierje përpara gjumit. Përsëriteni atë për disa ditë rresht. Helmimi. Uthulla e mollës vret bakterie dhe gjithashtu vepron si një qetësues në lëvizjen e zorrëve. Ajo menjëherë do t'ju jap juve një lehtësim në rast të helmimit nga ushqimet. Mjafton që ju të përzjeni 2 lugë uthull molle në një gotë me ujë të ngrohtë dhe pijeni atë në mëngjes para ngrënies. Urthi. Mushti i mollës në mënyrë natyrale dhe të natyrshme vepron gjithashtu në tretjen e mirë, kështu që mundet t'ju ndihmojë edhe me problemet e urthit. Një lugë çaj uthull molle rregullon këtë problem. Presioni i lartë i gjakut. Nëse keni ndonjë problem me presionin e lartë të gjakut, rekomandohet që të pini lugë uthull molle
me 250 ml ujë. Konsumoni 3 deri në 4 herë në ditë. Veshkat dhe infeksioni në fshikës. Konsumimi i uthullës së mollës do të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve të veshkave dhe të infeksioneve të traktit tuaj urinar dhe gjithashtu menstruacionet. Uthulla e mollës mundet që të ndihmojë në rregullimin e ciklit menstrual dhe parandalon gjakderdhjen e tepruar. Pini 2 lugë uthull molle të përzierë me 1 gotë ujë dhe trajtoni këtë problem. Humbja e peshës. Nëse doni që të hiqni qafe kilogramat e tepër, të rekomandohet që të pini 2 lugë të vogla uthull molle me 1 gotë për çdo mëngjes. Irritime në hund. Mushti i mollës parandalon gjithashtu infeksione të hundës të cilat shkaktojnë bezdi dhe krijojnë kruarje. Zbardhja e dhëmbëve. Uthulla e mollës konsiderohet si produkt i duhur për zbardhjen e dhëmbëve. Përzini 1 lugë me uthull molle në 1 gotë ujë për çdo mëngjes dhe përdoreni për të shpëlarë gojën. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mundet që të përbëjë një faktor pengues për përfitimin e vlerave të këtij produkti, por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burim i rinisë së përjetshme. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj ajo mundet që të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Përpasoj, ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Dhe po ashtu, ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet tretur në 1 filxhan me ujë. Ata sugjerojnë tretjen e 1 deri në 2 lugë gjelle me uthull molle në 1 filxhan me ujë. Çfarë ndodh në organizëm nëse pini uthull molle çdo ditë? Më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur njëkohësisht me fibër, e cila e mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla gjithashtu do të shërbejë edhe si laksativ, duke zgjidhur çështjet e konstipacionit. pH-i. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flokë. Ju mundet që ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje duke tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Infeksionet. Gjithashtu, uthulla e mollës mundet që të trajtojë infeksione të ndryshme dhe shpeshherë mykun i cili prek zona të ndryshme të trupit. Sheqeri në gjak. Studimet kanë treguar se konsumimi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Dhe kësaj trupi juaj arrin të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit në gjak dhe efekti zgjat deri të nesërmen. Më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni 1 lugë gjelle me uthull në 1 gotë të madhe me ujë dhe ta pini rregullisht. Rënje nga pesha. Uthulla e mollës rrit ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe rënjen nga pesha. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, nuk duhet i provoni këto receta. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!